Niste edhe një publikim biznesmeni Nenad Milanović, I cili ka shkruar se ka qenë emisari Amerikan Grenell, që duket se ka bërë disa ndërhyrje në rrjetin e tij social X. Grenell ka mohuar atë që pra është shkruar fillimisht nga Nenad. Bëhet fjalë se sipas Nenad ka qenë Grenell I cili ka fshirë postimet që e kishte lavdruar në farë formë Vučićin. Apo ndryshon qasja amerikane ndaj Vučićit, ka pasur një lëvizje të Dodik, I cili ka kaluar kufiri me Bosnjën e Hercegovinën pavarësisht flet arrestit. Kemi krijuar një panel ftuarish ku natyrisht I pashmangshëm këtë diskutojmë me Floren Zeqa I gazetar. Mirë se vjen. Faleminderit për çfarë. Natsi gjithar. Gjithashtu edhe Lulzim Veliu nga Gjermania na bashkangjitet sot në panel. Të faleminderit shumë I nderuar, kënaqësi të kemi në program gjithmonë. Faleminderit për ftesën. Faleminderit. Zotri Zeqa, interesant është fakti se jeni të lirë, jeni afër lirisë në fakt, ka shkruar edhe biznesmeni sërb Milanović. Si e komenton këtë? Mirë, jeni afër lirisë. Pra në çfarë po aludon ky? Apo aludon në rënien e Vučićit? Tash kran sepse të kuptohemi, Grenell I ka larguar mesazhet përkrahëse, themi, kushtimisht të cilat I kishte ndaj Vučićit. Dhe për largimin e tyre, ky person deklaron se tani mund të jetoni të lirë. Në çfarë po aludon ky? Apo aludon se Vučići po ecët? Dëgjoj, politika në Ballkan ka vashmëri dhe ka interesa prej fuqive të mëdha dhe ndikime prej fuqive të mëdha. Kjo na ka faktu dhe na ka besu historikisht kjo ka ndodhur. Tek rasti fundit edhe te ky, edhe pse s'po di kush është ky Nenad Milanovići, edhe çka ka dash me thonë ky, po më rëndësi është ajo çka po du me thonë unë, se në Ballkan realisht Vučić, edhe pse I cili si politikan vjen për një klase edhe për një shkollë të kasapit Ballkanit, të thot Milošević, një farë forme ka arritur të rehabilitohet prej faktorit ndërkombëtar, qoftë prej Evropë, qoftë edhe prej shtetit amerikan një farë forme, edhe të shihet si lider I besueshëm, qoftë Evropa, qoftë edhe të Amerika, po na e kemi edhe verzionin tjetër, që ky një farë forme deri sot ka qenë I besueshëm edhe te Putini, po është më I besueshëm te ai, tash metet për tu për shkak Po, për ajo që ne të gjithë dim dhe na tregojnë në baza ditore ngjarje të cilat ndodhin në Serbi, është se ky zotriu nuk është më shumë I mbështetur nga serbët, të cilët jetojnë brenda Serbisë. Tash ti ndëgjom, bazë të asaj proteste, na çka e kemi se tash na e kemi edhe I qendrim të Vučićit, do të thotë që shumë shpejt ai do të organizon një protestë tina, në favor tina, do të thotë për krasit e tij do t'i qet në rrugë. Sipas statistikave dhe dhënave zyrtare, do të thotë në atë protestë dikon llogaritet që janë kon 200.000 ose ma pak. Po, dhe sipas statistikave të cilat I kemi dëgjuar në rrugë të tjera, thuhet se deri në 200 euro është paguar një person për pjesëmarrje në një ditë të protestës së aranzhuar nga Vučići. Dhe pastaj nëse shohim këtë fakt, kur Vučići detyrohet të bijë persona nga Kosova për ta përkrahur, çfarë përkraje ka ai brenda Serbisë? Në bazë asaj proteste, na që e pam, do të thotë Vučić vazhdon të ketë përkraje prej simpatizantëve të tij, edhe realisht ai e gëzon sot edhe faktin edhe vazhdon të qëndrojë presidenti I Serbisë. Po për më lidh të tema kryesore, ajo çka është më rëndësi. Unë e kam thënë edhe disa herë më parë, do të thotë unë e shoh Vučićin në raport, po flas me Evropën edhe aleancat e huaja, se është politikani që Perëndimi ka investu shumë tonë, me të vetmin qëllim, për çka? Një farë forme për ta kthy ka Perëndimi edhe për ta largu nga ndikimi i Rusë. Le të ndalemi këtu. Pra, Perëndimi është një perëndim, zotri Veliu, I cili investoi shumë sipas zotrit Zeqa në Vučićin, dhe pastaj e kemi edhe një fakt krejt tjetër, pra një Vučić I cili nuk është se duhet shumë nga populli vendas. Këtë tregojnë në protestat e fundit. Por çështja është se në çfarë aludon Milanović në momentin kur thotë se jeni afër lirisë. Këtë ja adreson popullit serb, ndërsa për informacionin tuaj, zotri Nenad Milanović udhëheq një biznes miliardësh në mes të Serbisë dhe të Amerikës. Pra edhe lidhjet e tij me shtetin amerikan janë të forta. Çfarë nënkupton kjo për të ardhmen e Vučićit, ky adresim?
Po, është shumë e vështirë këtu mund të mbesi vetëm në fushën e spekulimeve, se një konstatim të saktë rreth asaj se çfarë ka dashur të thotë zotëria në fjalë, është e vështirë për ta ditur, pasi se ne nuk e njohim, nuk e dim pikpamjen e tij politike, nuk e dim qëndrimet e tij, dhe kjo është arsyeja se ne në këtë pikë vetëm mund të spekulojmë. Por Luli, për ty dhe për ata që na shohin, Grenell e ka mohuar, ka thënë se faqja e tij në platformën X bën një farë update mujor që vetë ja fshihen disa prej postimeve. Kështu e ka dhënë sqarimin. Po, kjo edhe mund të jetë e vërtet, pasi që ne e dim shumë mirë se në momentin që presidenti Trump mori detyrën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, faqja e Grenellit ishte e fshirë komplet me postime të mëhershme, si me Vučićin ashtu edhe me zotin Thaçin në Kosovë, dhe është bërë një fshirje komplet e faqes së tij në X apo në Twitter, si quajmë më herët. Pra, kjo të lëm të kuptosh se ka mundësi që ka ndonjë sistem brenda asaj faqes së tij që her pas here i bën pastrimin e mesazheve më herët postuara, dhe mund të jetë edhe ajo. Ndërsa sa i përket pjesës së Vučićit, edhe unë pajtona me Florentin se evropianët, por edhe amerikanët, apo politika ndërkombëtare perëndimore, është më së vërtet se kanë investuar dhe e kanë mbështetur, e kanë përkrahur në shumë çaste Vučićit, dhe unë në një bisedë më hershme ta potencuar që mund të jetë shumë lehtë e mundur që protestat të jenë organizuar nga Rusia kundër Vučićit për shkak se u pa se ai ka marrë një orientim pro-perëndimor. Ata e di shumë mirë se Vučići vjen nga shkolla e Miloševićit apo nga ish-partia e Sheshelit, por në fakt, për fatin e kesë Serbisë edhe të gjithë rajonit, në Serbi nuk kemi asnjë forcë tjetër politike që është më progresiste dhe përparimtare apo pro-perëndimore. Dhe si tillë Vučići është parë si njëri nga elementet më të rëndësishëm në këtë pikë, dhe i është dhënë mbështetje dhe është dhënë përkrahje, janë bërë marrëveshje të rëndësishme në kohën e tij. Flasim tash sidomos të dytë fundit me avionet që do marrë nga Franca, por edhe me litiumin në marrëveshja me Gjermaninë që ishte me litiumin, kancelarin Gjerman Scholz. Në fakt, zotri Veli është folur se pikërisht kjo marrëveshje dhe një takim që kishte Vučići me djalin e Trump mund të ndryshonin pra sa i përket kësaj marrëveshje. Mirë, po që ta shpërndajmë debatin, dua të mbes pikërisht në pyetjen e parë dhe pastaj dalim edhe në këtë çështje tjetër, e zgjerojmë edhe pak më shumë. Zotri Lezi, besoj se e kam tani në linjë dhe zotri Lezin po e kemi. Mirë se rikthehesh në Kosova Today, zotri Lezi. Është naçi të bisedojmë bashkë. Zotri Lezi, si e komenton ti këtë fakt? Pra, një serb i cili ka lidhje dhe ka biznese të fuqishme, flas shumë të fuqishme, miliardëshe, brenda Amerikës, i referohet popullit serb duke thënë se tani mund të jetoni të lirë. Në çka aludon ky zotri? Aludon në rrëmjen e Vučićit apo çfarë të bën ty të mendosh kjo adresim? Po, sigurisht që fjala për cilën apo shpreha të cilën e ka përdor në këtë rast ka të bëjnë me pretendimet që Vučić së shpejti do të vjen nga pushteti. Është evidente që Vučić nuk mund më të përballoj presionin e protestave që është paralajmëruar që do të ketë protesta më serioze dhe më të fuqishme, dhe i njëjti nuk ka mundësi që të bartë mbi supët e tij eskalimin e situatë të sigurisë, të cilën e kemi përmendur në vazhdimsi, e që në fakt e ka deshifruar tani më bota që Serbia zyrtare dhe Vučić po tenton të përdor çdo eskalim situatës atje, çdo siguri për të cënuar sigurinë e vendeve të tjera. Janë fakte të pamohueshme dhe është kujtojmë një deklarim i cili mbase mund t'ju shërbej. Deklarimi i fundit i Vučićit ishte se unë dorëhiqem në qoftë se forcat e policisë kanë përdorur edhe topat zanor, diçka që u evidentua me anë të fotografive. Arrit edhe më shumë presionin ndaj Vučićit ky zhvillim? Sigurisht, sepse Vučić bëri një deklaratë pasakt, një dënjeshje shumë të madhe. Më vonë është konstatuar që përdorimi i topave zanor
ka ekzistu, ka shkaktu probleme serioze tek njerëzit, qoftë për trauma, qoftë për personat që kanë pas problem me kardiake dhe kanë pas të vendosur bateri për çështjet kardiake, është konstatu që kanë pasoja njerëzit edhe serioze sa i përket çështjes psiqike nga se kanë pas trauma, si për shembull ka pas probleme me gjumin, kanë pas probleme me ëndra apo shqetësime, ankthë, që është konstatu që ky pajisje, kjo armë nuk është vdekje pluse, po është e rrezikshme dhe deklarimi i tij dhe vërtetimi i saj, konfirmimi i vërtetës së saj mund të dërgojë drejt asaj që Vučić vetëm është i gatshëm që ta pranojë realitetin dhe të largohet nga skena politike. E vërtet, një largim nga skena politike, Lule, ti është të mundur? Unë mendoj se e gjithë ajo që po shihet kohën e fundit mund të shkojë deri te zgjedhje ndoshta të parakoshme të cilat do t'i shpall vetë Vučići. Për një largim të tij të dhunshëm apo nga protesta, nuk e besoj pasi ne e pam para 10 ditësh apo kur ishte protesta masive në Beograd që flitet se ka kaluar dikun të 300.000 veta, nuk arritën të arrëzojnë dhe në një farë mënyre vazhdoj jeta thua si në ditën e nesërme thua se si s'ka ndodhur asgjë. Pra unë jam i mendimit se mbas gjithë asaj që ka është duke ndodhur në Serbi, mund të shkojmë deri në zgjedhjet e parakoshme që mund të bëhen shumë shpejt brenda ndoshta edhe vjeshtën e këtij viti. Okej, mirë, në fakt ka edhe një tjetër zhvillim, një tentativë apo edhe në fakt duket se dje për shkak të përvjetorit bombardimeve të NATO-s nuk është e konfirmuar, por me shumë gjaz Dodik pra ka kaluar kufirin e Bosnjës e Hercegovinës, edhe pse ka pas një flet arrest, dhe i ka bërë Konak ka qenë duke i bërë vetë Vučići për 26 vjetorin e sulmeve të NATO-s. Pra Dodik në anën tjetër Florent, por edhe Vučić, nuk janë ditët e tyre më të mira. Plani për botën serbe edhe kur kanë qenë mirë, ka qenë një plan i ëndrave të tyre që ka vazhduar të propagandohet. Në këtë situatë që janë, mund se shpesh flasin për këtë, por duhet folur se dhe mund të ndodhë, dhe në ndodhi Banjska, duke mos e folur fare, a mund që ta gjuajnë më pas mlefin tek një destabilizim të Kosovës, një plan për destabilizim? Spari, çdo lajm i keq në thojza, një përplasje edhe një situatë e keqe në Serbi është lajm i mirë për Kosovën, në të kuptimin po flas si shtet, për shkak se na dim që Serbia është armik i përbetuar i popullit shqiptar, edhe po çka dashta me lidh të kjo pjesa për me lidh edhe të Vučićit dhe të Dodiku. Unë në bazë të asaj që kam përcjell edhe që shoh edhe që nuhas në të kuptimin si lëvizje edhe si proces të rëndësishëm në Ballkan, unë nuk e shoh Vučićin jashtë politike, bile e shoh edhe nëse shkon zgjedhje të jashtëzakonshme, rrëzim të dhunshëm ti nuk shoh, po edhe nëse shkon zgjedhje të jashtëzakonshme shteti i Serbisë, unë e shoh prap Vučićin si njerin kryesor të atij shteti, për shkak se e thash më herët, bota perëndimore ka investu shumë edhe nuk ka lider tjetër, nuk shonë në oponencë politike në Serbi. Po, për nuk përshihet më që është pari paprekshëm Vučići brenda Serbisë, Florent. Por na? Nuk përshihet më si një lider i paprekshëm brenda Serbisë. Po ndëgjam, ta shkret në varet qysh e shen ti çka është e paprekshme. E paprekshme është kjo, për shembull, sepse esha duke lexuar dje me mediumet serbe. Në qoftë se dikush frigohej për të protestuar apo për të adresuar në një problem ndaj Vučićit, sot është trend adresimi ndaj tij. Asnjëherë unë po flas si gazetar, kur s'ka pas frikë me protestu në Beograd kundër Vučićit. Na po flasim për një zhvillim tjetër kënd që po harrojmë. Atëherë i bie që serbët brenda Serbisë kanë më pak informacione se na për atë që zhvillohet brenda Serbisë. Jo, por na po flasim si gazetar që ka shohim. Po pikërisht për atë arsye po flas, një gjë të cilën ne nuk e shohim, ekziston në Serbi dhe është zhdukur tani ka qenë ai presioni me të cilin pushteti i ka mbajtur mediat edhe institucionet. Ai vazhdon të mbajë mediat, edhe në Kosovë mbajnë mediat. Po nuk është trendi i njëjtë sepse ka 200.000 vetë kundër në protestë. S'janë kur gjë 200.000 për 6 milion banor, okran. Në fakt edhe të njëjtit Florent kanë qasjen e njëjtë për Kosovën sikurse Vučići. I thanë për një moment policisë se shkonin në Kosovë, kështu, a? Kjo politika e glorifikimit edhe folklorizmit në Ballkan funksionon. Ti një ndeshje futbollit nëse e këshyr me njëherë se Gaca e Baroti janë një vend.
Kjo është e rrezikshme kur e këshyrim për masa, për shembull, nxitjes një konflikti ose turrëties. Kjo nuk largohet kaq shpejt, duhet me shku breza, gjenerata për me u harru kjo. Për shkak se unë sot i kam 2 qika binake, 9 vjet, unë i tregoj dhe flas me to, domethënë ato e din sot kush është Serbia dhe është armik i bërbetum i shqiptarëve. Domethënë kjo trashëgohet brez pas brezi. Po na nuk po flasim për fenomenin Vučić Dudik. Po na po flasim çka po i shtyn ose kush qëndron pas agjendave tyne. Na ku po flasim këto rrethona, na po flasim për një botë polarizuar çaq thellë, saqë sot shtetet më të fuqishme që kanë besu që kanë rahati si shtete, me ekonomi të zhvillume, me ushtri, me kapital, sot janë në gjendje gatishmërie për luftë. Për shembull, patëm deklarime para 2-3 dite, ku në Gjermani, për shembull, spitaleve ju është qenë njoftimi për me u bogati për luftë. Domethënë këto janë në Gjermani spitalet bën gati për luftë, po flitet nëpër media. A është e vërtetë ulimi që se e Gjermani? Një gjë të tillë nuk e kam dëgjuar, po edhe lajmin e mëhershëm në misionin e juaj se Bildi Gjerman ka shkruar se Putini ka pjardhje ruse, unë e kërkova dhe nuk arrita me zgjeta askund në zajtin e tyre. E kemi ditur që ka. Pjardhje ka Kosovë, po bra, më falni. Po, pra nuk e ke... Shumë mirë se kjo na fut në një... Spekulohet, në këtë drejtim spekulohet dhe flitet shumë më tepër se sa... Më falë, Bespak, zotëri Veliu dhe dua ta bëj një pyetje shumë thjesht. Duke qenë se ky lajm nuk u gjet nga Bild, a do të thotë se ky lajm është veç pjesë e luftës hibride e cila zhvillohet këtu në vendin tonë? Po me siguri ka përderisa nuk zgjidhet në sajtin e tyre zyrtar, atëherë unë e vlerësoj si fake news dhe si tillë. Të sigurojmë Lulej që do të verifikojmë këtë dhe më pas sigurisht nesër nëse del të jetë kështu do të bëjmë një emision për këtë, se ne patëm edhe teza nga të ftuarit tonë që ka qenë vetë Putin që ka nxjerrë atë për shkak pretendimeve rusës sërbe. Faleminderit Luli shumë, faleminderit Elezi, po një koment për mbyllës se ikëm. Jo, kryj faleminderit. Jo, vazhdo. Ishte duke thënë diçka. Jo, në rregull, vazhdo, në rregull. Okej, mirë. Shkputemi publikisht, kthehemi vetëm pas pak me një tjetër blok, ka pasur zhvillime në gjykatën speciale në Hag, në fakt një fotografi publikuar nga djali i Haxhi Shalës, flakroni, duket se është bërë moll sherri për Hashim Thaçin. Kthehemi vetëm pas pak për detajet. Interneti më i shpejtë në